Përshëndetje. Ka një ironi të hidhur në mënyrën se si funksionon mendja jonë njerëzore. Sa më afër të kemi dikë, aq më shumë i shohim defektet. Sa më larg të jetë, aq më lehtë idealizohet. Shpesh njerëzit që takojmë rastësisht në tren, në një seminar apo edhe në një kafene, na duken më të ngrohtë, më të dashur, madje më të sigurt se familjarët tanë, shokët e fëmirisë apo partnerët afatgjatë. Kjo nuk është rastësi. Psikologjia ka shpjeguar këtë fenomen përmes disa mekanizmave të njohur nga efekti i distancës emocionale, të projeksionit dhe mungesës së pritshmërive. E para është efekti i distancës emocionale. Sa më larg, aq më ngjyllor. Afërsia sjell njohje dhe njohja sjell demistifikim. Kur jetojmë pranë një personi, i shohim zakonet, shfryrjet, gabimet, momentet e dobësisë. Përballë një të panjohuri, ne shohim vetëm faqen e paraqitshme, atë që shohim drejt për drejt. Psikologët e quajnë këtë efekti ekspozimit selektiv, ku sa më pak ekspozim të kemi ndaj një individi, aq më shumë hapësirë për idealizëm. Për shembull, një kolege e re në punë mund të duket super e sjellshme dhe dashamirëse vetëm sepse ti nuk e di që ajo ulëri në telefon çdo mbrëmje me të dashurin e saj. Njerëzit e afërt përkundrazi i kemi parë, edhe kur janë të lodhur dhe kur janë egoist dhe kur janë qesharak. Dhe mendja nuk fal. Imazhi ideal prishet sa po sheh defektin e parë. E dyta, pritshmërica. Sa më pak kërkesa, aq më pak zgënjim. Nga njerëzit tanë të afërt presim shumë. Respekt, mbështetje, kuptim, vëmendje, besnikëri. Sa më i ngushtë raporti, aq më e lartë bara e pritshmërive. Kur këto nuk plotësohen, dhe zakonisht nuk plotësohen të gjitha, zgënjimi bëhet kronik dhe ngjyrat e marrëdhënies fillojnë të zbehen. Ndërsa me një të panjohur, pritshmëritë janë minimale. Nuk presim që ai të na ndihmojë financiarisht, të kujdeset për ne, të mbajë sekretet tona, apo të na kuptojë plotësisht. Çdo gjest i vogël dashamirësie, një kompliment, një buzëqeshje, një ndihmë e vogël, duket si diçka e madhe dhe mbetet në kujtesë. Ky diskont pritshmërish e bën përvojën shumë më të këndshme. E treta, efekti i konfidencës së huaj. Pse rrëfemi më lehtë ndaj një të panjohuri? Ka studime që tregojnë se njerëzit priren të rrëfejnë sekretet më intime në forume online ose me të panjohur në udhëtime se me partnerin apo me familjarët. Po pse ndodh kjo? Sepse mungon rreziku i pasojave afatgjata. Një i panjohur nuk do të përdorë atë informacion kundër teje në një moment krize, nuk do të ndryshojë mendimin për ty në mënyrë që ta kesh përballë çdo ditë. Ky mekanizëm quhet efekti i konfidencës së huaj. Kur di që raporti është i kufizuar në kohë dhe hapësirë, ndihesh më i lirë të hapesh, sepse nuk ke asgjë për të humbur. Me njerëzit e afërt, çdo fjalë mund të ketë efekt domino në marrëdhënie. Ndaj censurohesh dhe ndihesh më pak i lirë. E katërta, projeksioni dhe idealizmi. Të panjohurit si mënyrë e dëshirave tona. Kur takojmë dikë të panjohur, sidomos në fillimet e njohjes, ne nuk shohim realisht atë person, por versionin e tij që ne projektojmë në kokën tonë. Është një ekran i bardhë ku mund të vizatojmë çdo cilësi që na pëlqen. Mendja plotëson boshllëqet. Një buzëqeshje e ngrohtë interpretohet se personi është i mirë. Një frazë e zgjuar interpretohet si njeri me karakter. Ky idealizëm është pothuajse i pamundur me njerëzit e afërt, sepse kemi shumë informacion që e kundërshton. Në një farë mënyre, të panjohurit na japin luksin e fantazisë, dhe kjo fantazi shpesh është më e ëmbël se realiteti. E pesta është mekanizmat mbrojtës, ndjenja e kontrollit. Me njerëzit e afërt, marrëdhënia është e mbushur plot me histori, konflikte, detyrime dhe kujtime. Me një të panjohur raporti është i pastër dhe i kontrollueshëm. Nëse nuk na pëlqen, mund të largohemi pa drama. Ky kontroll i perceptuar krijon një ndjenjë sigurie
psikologjike që shpesh mungon në raportet e thella. E gjashta, nostalgjia dhe romantizmi i të panjohurit. Në kulturën pop, figura e të panjohurit shpesh romantizohet. I huaj misterios në tren, vajza me palto të kuqe në aeroport, djali i panjohur që ndihmon për valixhen. Ky narrativ i përbashkët e ushqen edhe më shumë tendencën tonë për të parë të panjohurit si të veçantë dhe njerëzit e afërt si normal. Madje edhe rrjetet sociale përcaktojnë këtë efekt duke e veshur të panjohurin me aura intrigante, të themi. E shtata është paradoksi i intimitetit, dashuria lëshenja. Afërsia sjell lidhje, por dhe plag. Sa më ngushtë raporti, aq më shumë raste për keqkuptime, grindje dhe plagosje emocionale. Këto plagë mbartin ngarkesë negative që mund të zbejnë perceptimin e dashurisë. Me të panjohurit nuk kemi bagazh emocional, prandaj ndjenja mbetet e pastër dhe e pandotur. Në shumë marrëdhënia fatgjata, njerëzit raportojnë se e ndjej veten më rehat me shoqërinë e rehatshme se sa me partnerin tim. Nuk është çështje morali, por mekanizëm psikologjik i lodhjes nga konfliktet e përsëritura dhe pritshmëritë e pambajtura. E teta, fenomeni i mikrodashurive dhe mikroafërsive. Psikologjia moderne i ka sqaruar këto momente të shkurtra kur ndihesh më afër me dikë të panjohur se sa me të afërtit e tjerë. Një bisedë e shkurtër me një barist, një shikim i ndershëm me një pasagjer, një ndihmë e vogël në rrugë. Këto mikrodashuri janë si vitamina emocionale. Nuk e zëvendësojnë lidhjen e madhe, por të japin energji edhe freski. Në kontrast, marrëdhëniet e gjata janë si ai ushqim i bazë, të domosdoshme, por shpesh dhe bëhen rutinë. E nënta, roli i individualizmit modern. Në shoqëritë tradicionale, familja dhe komuniteti është gjithçka. Sot jetojmë në realitet më individualist. Njerëzit lëvizin shpesh, punojnë në vende të ndryshme, ndrojnë në rrjetet shoqërore. Kjo rrit vlerën e përkohshme të panjohurve, sepse ofrojnë një lloj lidhje të lirë nga detyrimet familjare ose shoqërore. Për shumë njerëz, marrëdhëniet me të panjohurit janë stre nga presionet e afërsisë tradicionale. E dhjeta, çfarë tregon kjo për ne dhe marrëdhëniet tona? Në thelb, ky fenomen tregon dy gjëra. E para, nuk kemi nevojë për hapësirë psikologjike dhe për marrëdhënie të afërta. Njerëzit kanë nevojë për mister dhe respekt të privatësisë, ndryshe ata mbyten. E dyta, idealizmi është i natyrshëm. Mendja jon funksionon duke mbushur boshllëqet me fantazi pozitive dhe kjo mund të ndihmojë të kuptojmë pse dashuria romantike në fillim është edhe më e zjarrt. E 11-ta, si mund të përdorim këto njohuri? Ruaj një nivel distance dhe misteri dhe me njerëzit e afërt. Nuk do të thotë se ti je sekretaxhi, si thuhen në shqip, por të mos e shkatërrosh magjin duke ekspozuar çdo detaj. Kjo mund ndodh shpesh me çiftet e re që madje edhe në takimet e para të të rinjve, të cilët sapo takohen zbrazin gjithçka që kanë ndaj partnerit tjetër që në takimin e parë dhe takimin e dytë i gjen duke qarë. Vazhdojmë. Menaxho pritshmëritë. Sa më shumë presim nga dikush, aq më shumë do të zhgënjehemi. Përpiqu të shohësh gjëset e vogla të mirësisë, jo vetëm detyrat e mëdha. Mos u trem nga mikrolidhjet. Janë normale dhe të shëndetshme, por mos i ngatroni me dashuri reale. Reflekto pse ndihesh më i sigurt me të panjohurit. Mund të jetë një sinjal që marrëdhëniet e tua të afta ka nevojë për hapësirë, komunikim ose rregullim të pritshmërive. Dhe si përfundim do të thosha se e panjohura është edhe si pasqyrë. Njerëzit e panjohur shpesh na duken më të dashur, jo sepse janë realisht më të mirë, por sepse tek ata shohim një reflektim të dëshirave tona, një version ideal të komunikimit, afërsisë dhe respektit. Ata janë pushimi emocional nga rrjeti i ndërlikuar i detyrimeve dhe kujtimeve që kemi për njerëzit tanë.
të kuptuarit e këtij fenomeni na ndihmon të jemi më realist me pritshmëritë tona, më falës me të afërtit tanë dhe të vetëdijshëm për iluzionet tona. Nuk ka asgjë të keqe të ndihesh afërsi me një të panjohur, është njerëzore. Por në fund marrëdhëniet e thella ndërtohen me kohë, kujdes dhe durim. Dhe pikërisht kjo është arsyeja pse ndonjëherë na lodhin, por edhe pse vlen shumë më tepër se një buzëqeshje kalimtare në tren. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofshim.